Mehmet Shehu ishte poliagent? Me dokumenta ishte. Ishte? Po, ishte. Shiko, ishte... Se unë po flasë i studius, se ti e sigurisht. Duhet të bëjmë një, duhet të shohim edhe në aspektin analitik. Mehmet Shehu ishte dikushi. Ishte nga një familje që ishte një familje dhe ishte luftëtar, mori pjesë në luftën e Spanjës. Kishte arsimim shumë. Këta persona gjithmonë bën target për një shërbim që ka interesa në Shqipëri. I vetmi që fliste anglisht në qeveri, në pushtetin... Vetmi që, si që tha, bërë edhe një program qeverisje social-demokracie, pra, dhe kjo, tjetër gjose si përfundoj, por ideja ishte që në analizë, në këndvështimin tim, ai i ka shërbyer absolutisht, shiko për të mbjelltuar, Agenti i cili shërbimi? I cijas? Nuk është vetëm historia me Shehu, po ti hysh ti të lexosh në luftën e parë botërore, midis dy luftave botërore, filan patriotës, po përmend emra. Ka dalë raportet e konsujve. Shkonte X-i jepte informacion. Sot është nga patriotët më të ashtu. është, se meriton, ka thonë Shqipërisë. Tjetër ka qenë i tjetër, shkonte, ai fliste kundër këtij. Ky konsulli po ndër raporte, po merr informacion nga ky. Në konceptin e sotëm, ky patrioti X dhe ky patrioti Y mund të quhen agent të këtij shërbimi. Tani Mehmeti ka dokumenta thatë juve që ka qenë agent i kujt? Ka qenë i disa shërbimeve. I disa, poliagent. Po, para poliagent. Shiko, po çfarë shërbime? Ai ndeti 27 vjet. Shiko, kryeministër. Shiko, Kadrias Biut i kërkon llogari në fund pse ke pas këshilltar sovjetik ti këtu. Po ka qenë këshilltarët kanë qenë në gjitha institucionet. Jo ti ke bashkëpunu me atë dhe i ke dhënë rrjetin sekret. Se në faktikisht një pjesë e këtyre shqiptarëve që ishin informatorë, që shkoshin për studime në Bashkimin Sovjetik, këta ja kalonin shërbimit sovjetik, ja kalonin KGB-s, ja kalonin rrjetin, që këta ta shfrytëzonin atje dhe kur të vijë kthej ky të përdorë. Por kjo u quajt pasaj shkelje. Tani për Mehmetin tani ka dokumenta për CIA? Po për tjetër? Për KGB-n ka? Shiko, për CIA-n, për KGB-n mund të jenë shfrytëzu këto, domethënë takimet që ky bënte, informacionet që jepte, ankimet që bënte ka ambasadori rus në atë kohë që u dëmtu. Po tjetër vetëm këto dy shërbime apo dhe bëhet fjalë edhe për shërbimet perëndimore? Shërbimet edhe bëhet fjalë edhe për domethënë për UDB-n. Edhe për UDB-n, Po, kështu bëhet fjalë. Tash unë s'kam pa dokumente, po unë po them kështu në analizë logjike të këtyre informacioneve që kanë qarkulluar në atë kohë. Dhe çaj megjithëse kaq ndenti 27 vjet e 3 muaj kryeministër dhe s'kishte dëm të madh. Po, e vran apo vrau veten? Ka pas versioni zyrtar që vrau veten. Po. Unë nuk besoj asaj që njëri, nëse është e vërtetë ajo, po të lexosh, nëse është e vërtetë me dy plumba nuk e vret veten njëri, po ai thonë që është vrarë me një plumb. Tani, unë e kam në librin tim 100 vrasjet që Ester Fiftari thot me dorën e majt, kriminalisi dhe mjeku ligjor Fatos Arito thot në dokumente si ka bërë me dorën e djathtë. Po. Pra unë nuk mund të nuk duhet të abuzoj me pa patur, pa i lexuar vet, unë thjesht duhet bëj një analizë logjike. Dhe për ta mbyllur, ka qenë herë në strategjinë e Serbisë. Domethënë që në kohën kur kryeministër ishte Nikola Pashiq, ka qenë një nga kryeministët më i gjatë dhe ai e vlerësonte shumë raportet me Shqipërinë. Dhe e kam përmendur edhe diku tjetër që ky çështën shqiptarët Shqipërinë e trajtonte si themra akili të Serbisë, domethënë që mund ta dëmtojnë shumë ta. Dhe kishin një strategji për mënyrën se si duhet trajtoheshin raportet me Shqipërinë. E para ta bëjnë pjesë të Jugosllavisë. Në atë kohë ai bëri luftë madhe për ta bërë, por nuk në atë kohë pavarësia e Shqipërisë ishte njohur edhe ndërkombëtarisht. Nuk mund ta bënte. E dyta, të vëmë njerëzit tanë në krye dhe luftojmë për të vënë me Esad Pashën, bënë ato marrëveshjet e tjera. Dhe e treta, që ka qenë më e gjata dhe ka qenë më e gjatë se sa vet ai ka qenë që gjithmonë të përpiqemi ta marrim Shqipërinë dobët. Nëpërmjet njerëzve që të infiltrojmë do kemi. Kështu që teorikisht absolutisht ata ishin të interesuar të kishin rrjet sekret. Tani këtu më gazuar përsëri se mua mdel unë s'le njëri pa e pyetur këtë. Jo, pyet s'ka problem. Jo, këtë që në 92-shin në parlamentin serb
madje Aerolime më tha këtu që është nga ata që e ka dëgjuar vetë live atje, se kishte mundësi teknologjike, që Shesheli tha ku janë 20 milion dollar që i kemi dhënë për destabilizimin e Shqipërisë dhe Miloševiću çua tha ja, tha, si shkatërndis Shqipëria, tha, kanë shkatëruar fabrika, uzina dhe furrat e bukës. Këtë ma ka konfirmuar dhe Sali Berisha në intervistë. Kjo e provon atë që thash unë, Po, që synimi i tyre ishte i dobët, prandaj vazhdimisht i dobët. Tani ti domethënë e konfirmon dhe ti këtë? Po absolutisht po. Janë përpjekur gjithmonë që ta marrin të dobët Shqipërinë. Ka shumë po sepse kanë interes këtu në Shqipëri më? Po nuk ka nevojë me pas shumë. Po ti kesh në pozicion e ky që s'ke që do shumë. Mjafton të kesh pak saktë. Nuk të duhet ty një bari që është në kufi me hasin. Ako se nuk bë punë. Edhe ai bariu mund t'i bëj punë atij sepse mund të jetë ndërlidhje, merr letër këtu, pakon këtu e çon atje. Po të bëj një pyetje të tillë unë, se po pyes njeriu kompetent që edhe ke studiuar dhe ke punuar, po veçanërisht më e rëndësishme është që i ke studimet e tua, nga studimet. Ka Shqipëria shtetar, ka pasur Shqipëria shtetar që ka qenë pjesë e shërbimit UDB-s dhe e ka dëmtuar këtë vend? Shiko, unë nuk kam lexuar dokumenta autentike që të provohet kjo. Po janë akuzuar këtu, shumë grupe janë akuzuar që kanë patur lidhje, direkt ose indirekt. Po unë nuk mund ta konfirmoj. Në cilën periudhë? Po në periudhën e komunizmit. Po të flas, por në periudhën grupet që janë ashtu gjithmonë ja kanë nxjerrë një lidhje me këtë, një lidhje me atë. Unë po them ka pas në nivele shumë të larta që kanë qenë domethënë jo me UDB-n e periudhës mbas luftës, po ka qenë me UDB-n e para luftës, në thojza. Kanë patur lidhje. Po shtetarë të nivelit ministra? Mund të them edhe më lart. Kryeministër? Nuk po konfirmoj, po kanë patur dhe... Se më lartë se ministra kryeministër? Dhe kanë patur dhe kanë jetuar atje në kohën që i përndiqte Zogu, jenë kthy këtu. Po atje ka qenë... Nuk e di kush ka qenë, po... Axhilli që ka qenë president? Nuk e di kush ka qenë, po jenë përdorur si metodologji, domethënë. Më lartë se ministra, po, s'ka vetëm kryeministër, ka dhe president. Pra ka patur, por që shiko tash, për të mbietuar në atë kohë edhe mund të kërkojë stërhim në Jugosllavi. Mund të kërkojë stërhim. Do ju e konfirmoni këtë që Axhilleshi ka qenë i UDB-s? Thash unë. E gjova që përmenda unë Axhilleshin? Jo, e thash unë. Jo, thash më lartë se ministër. Konfirmojeni ju? Jo, më lartë se ministër i bie kryeministër. Se në Hoxha dhe një pjesë këtyre kanë qenë, një pjesë në një nga këta kanë qenë, domethënë ka patur po ky Pashiqi përdori një shprehje. Kryeministri i Jugosllavisë. I Jugosllavisë, sepse ata Ahmet Zogun e rekrutuan. E rekrutuan shërbimet e tyre, kanë rekrutuar në moshë të re. Që ndonjë 6 muaj. Jo, në moshë të re. Ka qenë agenti UDB-s? Absolutisht, ka. Unë me... Do ka dokumente? Jo i UDB-s. Po i kujt? Bëhet fjalë për... Se UDB-ja është më. Pra, shërbimi sekret jugosllav. Ai ishte në një moshë fare të re, rreth 7-18 vjeç, dhe zona e Matit ka qenë një zonë e pushtuar edhe nga serbët në ato invazionet midis dy luftave botërore. Dhe ka qenë një i shërbimit të inteligjencës ushtarake që ishte një oficer i atashuar aty, një autor e ka nxjerrë edhe me emër kush ishte ai që e ka rekrutuar. Dhe e kanë rekrutuar pa u bë. Pa kaluar në këtë nivel. Pa patur karrierën ministër, kryeministër, ministri i brendshëm, kryeministër. Kurse ai tregoi burrëri, domethënë, ai ka ishte shumë pragmatist. Ai i përdori ta sa ju deshme për t'i përdor. Mendi 6 muaj atje. Dhe ka një shprehje të fortë, po ky Pashiqi thotë, Zogun është kollaj ta rekrutosh, po është vështirë ta mbash. Kryeministri i Jugosllavisë. Po. Nikola Pashiq. Po. Kështu është shprehur. Si edhe një herë? Është Ahmet Zogun, është vështirë ta rekrutosh, është lehtë ta rekrutosh, vështirë ta mbash. Dhe Zogu i bëri, pra Zogu tash i quaj i rekrutuar, i pa rekrutuar, ai shërbeu një qëllim të caktuar, në fund fare dha kontributin në ndërtimin e shtetit shqiptar. Aty i tha mirëpash, u lidh me italianët, pastaj nuk e hanë. Dhe po është shumë interesante sepse është një autor që i ka një diplomat në atë kohë i këtyre strukturave të Jugosllavisë të para luftës dytë botërore. Tani një pyetje kam unë zoti Shala. Ore, si s'ka një shqiptar të dënuar si pjesë që është vënë funksion të shërbimeve tuaja? Ka shumë. Mas së 10-s?
Mas 90-s jo. Po, shiko. Po mas 90-s e mos, se në atë kohë i bëdhe Enveri. Mas 90. A tha Enveri ju sigurim se nuk keni gjetur atje, ka gjetur partia.